Shërbimet e Komisariatit Policisë Peqin kanë arrestuar në flagrancë shtetasin Aleksandr Ramazani, 46 vjeç, banues në lagjën Xhami, i dënuar më parë për vjedhje, i cili u kap teksa kishte hyrë për herë të dytë për të vjedhur në një banesë në këtë lagje. Sipas policisë, pas marrjes së njoftimit për rast të vjedhjeje, shërbimet policore organizuan menjëherë punën dhe shkuan në adresën e dhënë për verifikimin e rastit dhe kapjen e autorit. Si rezultati i veprimeve të shpejta operacionale, 46 vjeçari u kap në flagrancë në banesën e shtetases me iniciale ET. Nga hetimet paraprake, dyshohet se Aleksandr Ramazani, pa kohë para kapjes në flagrancë, ka vjedhur në të njëjtën banesë një armë gjallë dhe disa sende të tjera. Gjatë kontrollit fizik atij u gjet një mjet të darë që dyshohet se e përdorte për të kryer vjedhjet, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën arma e gjallë dhe sendet e vjedhura, mjeti i përdorur për kryerjen e vjedhjeve, arma e gjallë dhe sendet e sekuestruara u morën në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore.